Aktoria dhe prezantuesja e njohur Jonida Vokshi, e cila prej vitesh është një nga figurat më të dashurat e ekranit shqiptar, vazhdon të jetë mjaft aktive në karrierën e saj televizive, pavarësisht angazhimeve familjare. Ajo është nënë e 2 fëmijëve dhe ka treguar gjithmonë se di të balancojë me sukses jetën private me atë profesionale, duke mos u shkëputur nga projektet e rëndësishme televizive. Jonida ka dëshmuar më herët për kushtimin dhe profesionalizmin e saj, pasi ka realizuar një edicion të Big Brother VIP Kosova, edhe gjatë një shtatzënie të mëparshme, gjë që u vlerësua gjerësisht nga publiku dhe ndjekësit e formatit. Kjo ka bërë që çdo lëvizje e saj të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes mediatike. Së fundmi, në rrjetet sociale dhe në disa portale roz ka nisur të qarkullojnë zëra se Jonida Vokshi mund të jetë sërish shtatzën dhe në pritje të fëmijës së tretë. Aludimet kanë lindur pikërisht në kohën kur ajo po moderon edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova, një format që kërkon prezencë të vazhdueshme dhe energji të madhe. Megjithatë, deri në këto momente nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga vetë Jonida lidhur me këto spekulime. Moderatorja nuk ka bërë asnjë deklaratë publike dhe as nuk ka reaguar drejt për drejt ndaj thashethemeve, duke zgjedhur të ruajë privatësinë e saj, ashtu siç ka bërë shpesh edhe më parë. Nga ana tjetër, Jonida ka ndarë së fundmi disa pamje në rrjetet sociale, ku shfaqet e veshur me rroba të ngushta dhe elegante, duke treguar një formë fizike të shkëlqyer. Këto postime janë interpretuar nga shumë ndjekës si një lloj mohimi indirekt ndaj zërave për një shtatzënie të re, duke lënë të kuptohet se thashethemet mund të jenë të pabazuara. Për momentin gjithçka mbetet në kuadër të spekulimeve, ndërsa publiku dhe fansat presin nëse Jonida Vokshi do të zgjedhë të reagojë apo të sqarojë situatën në të ardhmen. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.